Mirë se ardhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hairullah. Sot do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që ka të bëjë me zgjedhjet, aspektin e demokracisë dhe integritetin e zgjedhjeve, por edhe për media dhe inteligjencën artificiale në Kosovë. Kretë në këto tema, ku është Komisioni Pavarur i Mediave? Së fundi, KPM-ja ka publikuar një raport që ka të bëjë me zgjedhjet e fundit të dhjetorit që ndodhen. Cilat janë gjetjet kryesore, çfarë shkeljesh ka gjetur KPM-ja dhe çfarë rekomandimesh janë në raport, por cila është gjithashtu KPM-ja në të ardhmen sa i përket inteligjencës artificiale. Për të diskutuar për këtë temë, unë kam zotin Niman Recaj, ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv. Mirë se erdhe, Niman. Mirë se u gjej, Muhamet, faleminderit për ftesën. Ju falenderojmë fillimisht për ftesën për arsye se po na mundsohet edhe prezantimi i raportit të zgjedhjeve nacionale. Siç e dini, KPM-ja ka një rol shumë rëndësishëm sipas ligjit për zgjedhje, kreutet dhe rregullorëve të KPM-s, ka një rol shumë të veçantë në monitorimin e pajtueshmërisë së mediave gjatë fushatës zgjedhore dhe heshjes zgjedhore. KPM-ja domethënë ka përcjell të gjitha mediat të cilat kanë mbulu fushatën zgjedhore. Ka bërë monitorimin e pajtueshmërisë duke përfshi pajtueshmërinë me trajtimin e barabartë dhe drejtë të subjekteve politike në garën politike, gjithashtu komunikimet komerciale politike, dhënien e hapësirës pa pagesë subjekteve politike ashtu siç e kërkon ligji për zgjedhjet, si dhe është monitoruar pjesa e prezencës së fëmijëve në spotet politike të partive politike, sepse siç e dini në bazë të kodit të etikës, prezenca e fëmijëve në spotet politike është ndaluar. Qëllimi i monitorimit të mediave gjatë kësaj kohe ka qenë që KPM të sigurohet që të gjitha mediat kanë bërë trajtim të drejtë dhe të barabartë ndaj gjitha subjekteve politike të cilat janë pjesë apo kanë qenë pjesë e garës zgjedhore. Të gjetrat e monitorimit kanë rezultuar që vazhdojmë me pas problemet njëjta, zgjedhje pas zgjedhje. Kemi mos identifikimin e duhur të spoteve politike, nuk identifikohen si duhet sipas kërkesave ligjore të kreut 8 dhe të rregullorëve të KPM-s. Pra nuk tregohet se kush qëndron prapa spotit politik, kush është sponsorizuesi i asaj përmbajtje. Këto janë kërkesa minimale ligjore që çdo përmbajtje komerciale politike duhet me i përmbajt sipas ligjit për zgjedhje. Gjithashtu, pjesa më sfiduese ka qenë gjatë kësaj kohe, edhe përkundër faktit që KPM, zyra ekzekutive në këtë rast ka bërë monitorimin 24 orë të përmbajtjeve, kemi pas disa gjetura përmes të cilave ne i kemi njoftuar edhe subjektet e licencuara. Thjesht kemi kërkuar nga ato që të evitojnë problemet ose shkeljet e mundshme eventuale. Ka qenë një komunikim mund të themi i mirë me subjektet e licencuara. Fatmirësisht nuk është që kemi pas shkelje serioze gjatë këtij procesi, që është diçka shumë pozitive. Kemi pas shkelje më shumë natyrës teknike në kuptimin e mos identifikimit të spoteve politike reklamuese, por edhe të prezenca e fëmijëve kjo ka qenë pak më substanciale, në fakt më problematike, sepse ne veç e dimë që përdorimi i fëmijëve përderisa janë nën moshën 18 vjeç, nuk bën në asnjë mënyrë të përçojë mesazh politik ose të përdoret si mjet politik për të përçuar një mesazh, për arsye se mund të synohet integriteti i tyre sepse janë nën moshën madhore, dhe rrjedhimisht ata nuk janë të vetëdijshëm për ekspozimin që e kanë në pjesën e mesazheve politike. Zot Reca, për shkak të fushës profesionale që vinë nga sektori i mediave me vite gjata, edhe na vjen shpesh me bashkëbisedu për tema që kanë të bëjnë me mediat në këtë seri të podcast kur po flasim për dezinformimin, keq informimin, zgjedhjet, një proces jashtëzakonisht interesant. Jo përmendet të gjeturat të po du edhe pak më rikthy me shpjegu për publikun. Pra, e tha që nuk ka shkelje serioze, ka shkelje teknike, kryesisht. Nuk ka pas ka pas ankesa nga palët që i bjen nga subjektet politike, organizatat, ose njerëzit që bëjnë monitorim të edhe dikush tjetër, për ndonjë shkelje, qoftë ajo edhe për ndaj partive, për mediat, për mënyrën për shkelje të kodit etik e tjetër. Për dallim prej zgjedhjeve të kaluara, në zgjedhjet e fundit nuk kemi pas asnjë ankesë. Kjo është një tregues që shumë interesant. Po. Në fakt, për neve ka qenë një tregues që mediat kanë qenë të balancuara, kanë qenë në pajtim me obligimet ligjore dhe rrjedhimisht s'është që kemi pranuar ndaj ankesë. Kjo nuk është 100% sepse mund të ketë probleme dhe mund të mos kesh ankesë,
Mirë, po nga monitorimet që i kemi realizu, dhe më thonë që përmenda ma herët, ka rezultu që nuk kemi gjithë diçka specifike, qoftë ndonjë sulm ose ndonjë trajtim serioz, nëse mujna me thonë kështu, jo i drejt ndaj një subjekti caktuar politik. Duhet me cekë, sepse natyrisht që mediat i mbulojnë aktivitetet e partive politike. Dhe jo çdo herë mundesh me pas trajtim të barabartë në kuptimin matematikor. Madje as kërkesa e ligjit nuk është e tillë. Është e pamundshme që në mënyrë matematikore me kriju barazinë mes subjektet certifikuara politike. Mirë, po kjo varet shumë nga aktiviteti. Po supozojmë ka parti të mëdha politike të cilat kanë shumë aktivitet dhe është e logjikshme që ato do ta kenë hapësirën më të madhe në televizion. Për arsye se kanë pas më shumë aktivitet politik. Pastaj kemi parti më të vogla politike që aktivitetet i kanë shumë të rralla dhe rrjedhimisht edhe prezenca në media është ndërlidhur me aktivitetet politike. Pastaj kur bëhen analiza balancit e vren, tash si qytetar i thjesht mundesh me thonë që ky subjekt politik ka pas më shumë hapësirë në media. Mirë, për problemi është se duhet me analizu pastaj sa ka pas aktivitet politik subjekti. E qartë. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme me bodallimin dhe ne këtu natyrisht i kemi të qarta këto pika dhe besoj që kemi pas një trajtim ferm nga ana media të subjektet politike certifikuar. Ky është vlerësimi. Kjo mbas të monitorimit. Po, monitorime tonë absolutisht. Tregova që monitorimi, na kemi një sistem monitorimi që bëhet regjistrimi 24 orë i përmbajtjell dhe kemi monitorues, domethënë që janë specialistë fushës, të cilët e trajtojnë dhe analizojnë çdo përmbajtje programore, nëse njëjta është në pajtim me ligjin dhe aktet në ligjor të KPM-s. Për me përmbyll te tema e raportit nëse s'ki me shtu pastaj diçka, natyrisht ka dhe rekomandime. Absolutisht. Dhe rekomandimet pastaj do të mbesin për faktin që nuk ka quorum KPM-ja sot momentalisht për shkak të bordit dhe kuvendit që nuk kemi kuvend në nivel institucional, sepse anëtarët e bordit KPM zgjidhen në kuvendin e Kosovës. Dhe rekomandimet edhe eventualisht ku ta dione dënimet, rekomandimet to nuk mund të shkojnë tutje për faktin që nuk kemi, nuk po them KPM ekzekutive funksionale, po KPM në aspektin e bordit nuk është funksional. Okej, pyetje me vend, po më në i koment me rëndësi. Mënyra si funksionon KPM-ja është mirë me sqaru, domethënë është zyra ekzekutive që jemi staf permanent të angazhuar me bazë aditore në zyre, e cilët luajnë rolin e si themi ashtu të hetuesin në kuptimin administrativ. Domethënë bëhet një proces hetimor administrativ sipas ligjit për procedurat e përgjithshme administrative, komunikohet me gjitha subjektet e licencuara nëse të njëjtat kanë dështu me i krye obligimet ligjore dhe jepet mundësia për përmirësim. Pra, logjika e punës së KPM-s në parim është që përmes komunikimit të sjellin në pajtueshmëri mediat, po jo përmes sanksionimit ose procedura rigoroze ligjore. Ky është një standard që KPM-ja prej që ekziston e ka zbatu, edhe kësaj radhe e kemi zbatu. Është ndoshta kështu me katë se nuk e kemi pas një komision funksional gjatë kësaj kohe, në mënyrë që ta materializoj punën e zyrës ekzekutive. Pra të nxjerr vendime mbi të gjeturat që i ka bërë zyra, sepse vërtet është bërë një punë shumë e madhe. Kemi bërë publikime të raportit në mënyrë të vazhdueshme, kemi bërë ashtu publikimin e raportit përfundimtar, që është diku mbi 100 faqe si raport. Kjo tregon që është bërë një punë kogja e madhe për zyrës dhe një analizë kogja e mirë. E qartë, derisa po flasim për komisionin e pavarur për media, njëjtën kohë ne ishim zbashku me një diskutim panelistësh ku fol për rolin e inteligjencës artificiale në kohën kur ne po bëjmë gazetari, kur ne kohën kur sot edhe institucionet së KPM-ja, por edhe mekanizma tjerë si KMSHK-ja, AGK-ja, shoqëria civile, organizatat fact-checking, e të gjitha të tjerat janë duke punuar së bashku për gjetë me u ballafaqu me ato që është inteligjenca artificiale. Kur po them me u ballafaqu me inteligjencë artificiale, nuk kam fjalën për përdorimin e inteligjencës artificiale, po e kam aspektin e palës tjetër, ajo që e përdor inteligjencën artificiale për të keq informuar, për të bërë dezinformata, për të bërë video sot të cilat janë, ne kishim një rastin e një fantazme në Prishtinë, e cila dorën zamër përfundoi edhe në media online edhe u shpërndar shumë në rrjetet sociale, me të madhe pas një lloj verifikimi dhe publikimi në kohë reale pa bërë verifikim. E ai dhe KPM, a janë dikon?
edhe kjo prej sfidave të kohës në fakt, diskutime që e kishëm në hibrid ishte shumë më rëndësi, edhe përbërja ishte shumë e mirë, sepse ishin njerëz mendoj që janë kompetent për atë pjesën e të paktën diskutimit dhe të rekomandimeve, sepse çështja vendosjes së rregullimit me ligj ju takon dihet më është çështje e shtetit, e kuvendit dhe qeverisë. Megjithatë, është evidente që infrastruktura ligjore ekzistuese duhet me u ndryshu, duhet me u plotësu. Ligji KPM-s veç është në proces, siç e diskutuam edhe në atë takim, ai e ka marrë një vendim gjykatës kushtetuese, thjesht gjykata kushtetuese e ka vlerësuar si ligj që duhet me u anulu dhe duhet mu rishiku për ta sjellë në pajtim me disa standarde ndërkombëtare. Aty ne vlerësojmë që duhet një kapitull të paktën të veçantë mja dediku dhe çështjes së AI-t në tregun medial. Mos ta kufizojmë tash AI në mediat tradicionale, për arsye se mendoj që AI është komplet që kjo pjesa jashtë media tradicionale që e ka efektin shumë më të madh, se sa në kuadër të media tradicionale. Po, qofshin ato pjesë KPM-s ose me vetrregullim në KMSH. Po, natyrisht këto tema janë të ndërlidhura, tash rregullimi media online mbetet një sfidë, unë isha të ndërlidhura AI-n me çështjen e rregullimit online. Për arsye se fillimisht duhet me u rregullu platforma si e tillë, pastaj me u rregullu obligimet që mund t'i përdor platforma ose metodat e teknologjisë nga një kompani e caktuar teknologjike, për shembull nga AI në këtë rast. Sepse nëse ne nuk kemi rregullim ose regjistrim të media online, atëherë edhe implementimi i obligimeve të tjera është problematike. Për ata unë mendoj që duhet më shku në mënyrë zinxhirore. Fillimisht duhet ta bëjmë ndryshimin e ligjit KPM-s për të kriju bazë ligjore për t'i licencu ose regjistru mediat online në përgjithësi, pa edhe portalet janë një pjesë medias online, jo vetëm portalet, mirë po portali është një pjesë e medias online. Vlen me u cek këtu ose me u sqaru edhe një herë se kërkesat në ligjin e KPM-s po edhe të diskutimit ton, si përfaqësues të KPM-s, po të përfaqësues të institucione organizata të tjera që kanë pas qëllim për me rregullu median online, çdo herë ka qenë vetëm për ato media të cilat, për portalet që kanë një seksion të veçantë të videoe, domethënë që janë audiovizive, që kanë një përmbajtje, po jo atyre tekstuale. Domethënë, kjo është një diçka shumë e rëndësishme o cek, edhe për arsye se mënyra se si funksionon sot, ne kemi diskutuar shpesh, ka shumë pak rëndësi sot, mënyra se si shkon kontentit e shikuesi. Se si do të thotë a është çështje frekuencës, është e kabllës, e internetit, thjesht ne si shoqëni dhe si shtet në këtë rast, edhe këto zhvillime në kuadër të BE-s po vazhdojnë në këtë rrugë, që kontenti duhet të jetë objektivi kryesor i rregulatorëve ose i shtetit, jo mënyra se si bëhet bartja kontentit tek qytetarët. Në këtë rast, unë mendoj që na duhet me pranu këtë parim, këtë koncept. Pra ju thatë edhe aty që AI po transformon mënyrën e krimit përmbajtjes. Absolutisht po e transformon. Edhe po duhet vetëm me bëni ndërlidhje, përderisa nuk e kemi të rregulluar çështjen e media online në Kosovë, atëherë do të jetë shumë problem që ne të kalojmë në stadin tjetër të rregullimit që është AI si teknologji. Do të thotë edhe këtu vlen me bëni dallim sepse KPM-ja si rregulator edhe duhet, pas nuk besoj nuk do ta ketë as qëllim në të ardhmen që të merret me AI-n si platformë rregullues, sepse nuk është çështje jona. Jo se shumë kush thot mos pari ai keni kapacitetet, domethënë përveç asaj, ase nuk po du këtu me bona diskutimin pro et kontra të aspekti, për shkak që unë jam edhe pjesë e bordit të KMSH-s dhe ju e dini qëndrimin e KMSH-s edhe në atë kohë sa i përket ligjit të ri të KPM-s dhe kundër përfshirjes së mediave online në ligjin e KPM-s dhe pastaj gjykata kushtetuese e kthej mbrapa dhe jemi në një situatë ku KMSH-ja i ka marrë si organ vetrregullues, i ka marrë obligimet dhe tyrat e vetja, madje me statutin e ri ka avancu për siç e thash, sa i përket inteligjencës artificiale, ku media duhet me qenë transparente edhe me tregu nëse ato po përdorin qoftë në shkrem, qoftë në video, në aspekte tjera, përbajtje po në kohën kur sot bota është duke derisa sot është shumë vështirë me dalluar. Thatë në fillim, pra, ne nuk po flasim vetëm për media kredibile dhe profesionale, qofshin ato anëtarët KPM-s ose të KMSH-s, po ne po flasim edhe për rrjetet sociale në të cilat ti sot mundesh me vrejt, pra atë fantazmën e Prishtinës, nuk mundesh me vrejt një video e cila është
e gjeneruar me inteligjencë artificiale, a është reale, as është reale. Dhe unë jam për me marrë praktikat mira të Bashkimit Evropian, vendeve të Bashkimit Evropian, po Kosova nuk mendoj në këtë aspekt që është te niveli Suedis, ende dhe Austris, po na duhet me gjetë një me këshur qysh është edhe në shta rajoni. Këtu, unë mendoj që ka mungu të çështja në kohën kur është bo ligji i ri për KPM-n. Mendoj që ka mungu ose të kuptuarit e drejt të tendencës për të rregulluar mediat online, ose s'është arrit më sharu sa duhet. Gjithëpërfshirja menoj, që konjona për çështjeve që ka pas shumë problem komunikim. Na e dim që gjykata kushtetuese me aktgjykimin e saj nuk është nshu fare në rregullimin e media online. Edhe ka bë mirë që s'është nshu, për arsye se ajo nuk është krijuese politika të rregullimit, pa jo vetëm i shen nëse politikat e vendosura në ligj janë pajtim me kapitujt kushtetutës, domethënë kapitujt përkatës. Edhe pse gjykata shpesh në vendime politike, po përzihet vonese na atje. Po. Kështu që në raport me ligjin për KPM-n, unë mendoj që shumë lehtë ka qenë vetëm një bashkëpunim ndoshta pak më i madh ose një sharrim me disa dispozita në ligj. Ne do ta kishim ligjin fuqi të KPM-s, ligjin e ri, për arsye se nëse analizohet gjykimi vrehet se çështja kryesore që gjykata kushtetuese ka marrë për bazë për anulim të ligjit është vetëm procedura zgjedhjes dhe emërimit të anëtarëve të KPM-s. Po të ishte rregulluar kjo pjesë si duhet, jam i sigurt që ne do ta kishim ligjin e ri për KPM në fuqi, e që sot do të merreshim me platforma të reja. Ndoshta është ana pozitive, sepse sa do një muaj sot nëse kalon, është shumë për shkak zhvillimeve të hapshme të teknologjisë. Është ana pozitive që e kemi atë ligj prapë në dorë si shtet dhe me i adresuar disa direktiva të reja që kanë rrjedh në 2 ose 3 vitet e fundit. Te Bashkimi Evropian? Siç është Digital Service Act dhe është akti për shërbimet për inteligjencën artificiale dhe ENFA, akti për mediat e lira, kështu që quhet në kuadër të BE-s. Këto 3 akte mendoj që duhet me kanë në fokus të qeverisë dhe secilit institucion i cili është përgjegjës ose ka barë legislative, duhet me qenë fokus që të inkorporohen në ligjin e ri për KPM-n, do ta kemi një ligj sa më të mirë, sa më të pranueshëm. Po te KPM-ja, te situata ekzistuese, domethënë po flasim me ligjin ekzistues dhe me një ligj tjetër, se këtu do të ketë pastaj diskutim sa i përket përfshirjes së mediave online që e kanë KMSHK-n te vetrregullimi, është çështje që do të diskutohet rrugës. Po çfarë mund të bëhet sa i përket inteligjencës artificiale dhe si ju e shihni, sepse edhe në media televizive, televizionet, pra mund të përdoren inteligjencë artificiale qoftë në mund të ketë reklama, qoftë në storie të realizuara në përmbajtje të gjitha këto. Dhe sidomos ku ka të bëj me përdorimin e fëmijëve, e tham se edhe të zgjedhë edhe të çështje tjera të miturit, çka mund të bëhet ma urgjent dhe ku është një nivel. Duhet me pranu që rregullimi i AI-t në shërbimet mediale ose mediat në përgjithësi është diçka shumë e re për rregullator edhe në nivel të BE-s. Nëse analizohet se si ka rrjedh rregullimi në nivel të Bashkimit Evropian, e vrejmë se edhe rregullatorët të shtetë më të fuqishëm të BE-s nuk është që kanë bërë diçka konkrete në këtë drejtim për AI-n, në kuptimin e shërbimeve mediale, edhe media në përgjithësi. Ka një tendencë që përmes akteve tash secili shteti ka praktikat standardet e veta, pa ajo çka mendoj unë për rregullatorin, duke pas parasysh fuqinë e madhe që ka AI sot, e që në një tarë më shumë të afërt, edhe pse ka ndodhur edhe tash, edhe krijimi i përmbajtjeve mediale mund të jetë komplet në mënyrë të pavarur për AI-t. Mirë, po nga pikpamja rregullatorit vlen me u cek se çdo përmbajtje, kjo do të rregullohet ose me ligj të KPM-s ose me aktin ndëgjor të KPM-s. Çdo përmbajtje e cila është prodhuar me AI duhet me qenë transparente. Pra më tregu që është. Duhet me u tregu që është e prodhuar me AI, që mos mu kriju konfuzion tek audienca, publiku në raport me atë përmbajtje. Edukimi medial është bërë shumë më i nevojshëm dhe më i rëndësishëm pikërisht edhe me ardhin e AI-t në tregun në përgjithësi. Për arsye se sot ka nevojë shumë që publiku të edukohet se si me i kuptu mediat, cilat janë media fiktive, cilat janë media reale, çfarë përmbajtje kanë. Domethënë kjo është tepër me rëndësi. E kemi përmendur në Truez, çështja e edukimit medial, mendoj që Kosova është më rapa në këtë aspekt. Për arsye se mendoj që është të këshyr institucionet se cili duhet më marrë me atë projekt. Na e diskutuan që AI-u mendoj që është projekt publik, është projekt nacional.
Dhe si Për këtu duhet gjithë përfshirje, edhe nga niveli qendror, absolutisht, fokus. Prej nivelit akademik, nëse mund me thonë ashtu, Ministria e Arsimit e pastaj trupat rregullatore, të gjitha duhet me u përfshinë në një strategji, nëse mund me quajtur nacionale, për edukimin medial në Republikën e Kosovës, për arsye se është shumë e nevojshme, sidomos për shkak të zhvillimit hapshëm teknologjik dhe platformave të reja që kanë ndodhur tash. Do të thotë transparenca është numër 1 nga pikpamja e rregullatorit. Çështja e dytë shumë e rëndësishme, edhe pse AI i mundson se media të krijojnë përmbajtje, është parim që AI nuk e përjashton përgjegjësinë ligjore. Editori duhet të jetë përgjegjës, duhet të jetë një person fizik, pra nuk e dehumanizon. Jo, në fund përgjegjësia bie mbi ty që e publikon. Përgjegjësia absolutisht. A e bën ti me AI, a ç'është e bën? Absolutisht po. Kjo është e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Po, se edhe aktet fuqi për momentin që i kemi si regulator, edhe nëse ndodh sot, edhe pse nuk e kemi një akt për AI-n, edhe nëse ndodh një krim i përmbajtjes me inteligjencë artificiale, kjo nuk do të thotë që ajo do të shkon si e tillë nëse është e dëmshme. Sepse ekzistojnë interpretime që pavarësisht mënyrës se si është krijuar përmbajtja, se si është krijuar, nëse ajo është e dëmshme, ajo do të rregullohet dhe do të zbatohen aktet ekzistuese. Po. Sepse tek e fundit përgjegjës mbahet vetë televizioni, mbahet i licencuari në raport me Komisionin e Pavarur të Mediave. Për shkak që folim edhe dezinformimi është një pjesëve, domethënë që tash krahas efekteve pozitive që i ka AI, natyrisht që ka shumë, se kur po flasim për AI, po mendojmë që është një diçka e keqe, po në fakt kur me fol për AI, po na ndihmon vetë AI me u përgatit. Po him po lypëm aty diçka, se çka më thon për inteligjencën artificiale, cili ndikimi i saj. Dezinformimi është për sfidave sot shumë të mëdha, për arsye se multiplifikohet lehtë. Thjesht është shpërndarja sot e një përmbajtje të rreme është shumë më lehtë me arrit tek publiku. Në këtë aspekt unë mendoj që duhet më mendu se si mi vendos disa standarde, cilat media duhet më ju përmbajt. Se kur flasim për rregullim, çdo po mendohet një lloj mbikëqyrje, mirë po çështja e rregullimit është shumë e mirë nëse ne arrijmë me mbajt atë vijën e holl në mes të respektimit të drejtës së medias dhe përgjegjësisë editoriale dhe mbrojtjes së publikut. Për arsye se vetë ekzistenca jonë si regulator është mbrojtja e interesit publik. E interesi publik mbrohet duke miratuar akte dhe duke përcaktuar standarde dhe kritere. Diskutuam pjesën e parë ne qëllim shumë te raporti i fundit i Komisionit Pavarur të Mediave që ka të bëjë me gjetjet kryesore të asaj që ka të bëjë mbulimi i fushatës zgjedhore në Kosovë, gjetjet të rekomandimet, por edhe folëm për aspektin e funksionimit dhe mos funksionimit derisa ta kemi kuvendin e ri për të mbruar bordin e ri, pastaj folëm për pjesën e rolit të inteligjencës artificiale, përfshirja e mediave online, mediave që janë pjesë edhe nën direktivën e le të themi Komisionit Pavarur për Media, dhe te fundi zakonisht kam qenë me përfundu të ardhmen edhe këtë lloj bashkëpunimi. Unë mendoj që është një zinxhir i përbashkët, pra KPM Media, KPM, KMSHK, organizatat e shoqërisë civile, institucionet në nivel nacional, sepse komunikimi, gjithëpërfshirja krijon sqarime. Pra, më kujtohet gjatë ligjit të KPM sa ishte duke u draftu, pat akuza dhe kundër akuza shumë të mëdha që shteti po don me kontrollu mediat online, me i vendos, tasha me të drejta pa të drejtë nuk e di, por kështu o perceptu, mandej nuk kishëm sqarim të mjaftueshëm, madje dikur erdhi një sqarim po shumë i vonshëm. A ka menduar në të ardhmen që me pas komunikim edhe me pas diskutim e jo më u kriju, jo kur kryet puna me i thirr njerëz. Muhamet tash ti je pjesë e KMSHK-s apo? Edhe ke një rol si një vot, një antar i bordit të KMSHK-s. Tash po flasim kështu, çështja e rregullimit na e diskutuam. Nevoja për me rregullu. Tash është standard i pranuar. Nëse mediat online sot, unë e pajtona me ju që dikun para 6 viteve ose 7, nëse është diskutuar çështja e rregullimit të internetit ose të online-it, është mendu siç e nemi lirisë të medias, lirisë shprehjes. Pa i koncept mo nuk ekziston. Domethënë ka ndryshuar shumë në nivel të base, pikërisht për shkak të ndikimit të madh që kanë pas mediat online në tregun medial. Për ata dhe direktiva vitit 2018.
po edhe disa akt vendime të gjykatës evropiane të drejtësisë, përmes cilave ka interpretuar direktivë. Është shumë e qartë që nëse media ka përmbajtje audiovizive dhe i konkuron tregut medial, i konkuron media tradicionale, është ofruesi shërbimit medial dhe duhet mu rregullu. Ky është qëndrim zyrtar, edhe me direktivë, po edhe me vendimet e gjykatës evropiane të drejtësisë. Pra, fatmirësisht në çdo që jemi na, nuk është që kemi më shumë hapësirë me diskutu a duhet a nuk duhet, sepse unë mendoj që është nevojë për me rujt tregun, sepse një media serioze sot, e cila kryen obligimet ndaj shtetit, që po supozojmë me tarifa, taksat për licencë, gjithçka i pagun, ndërsa ne e mbikëqyrim ato me lup, nëse mund ta themi ashtu në thojza, po e lejojmë një treg tjetër ilegal me operu, dhe ai treg në mënyrë të pakontrolluar i shkakton shumë pasoja dhe dëmton tregun. Sidomos atyre që janë profesionale, që respektojnë kodin e që gjitha këto. Atëherë pyetja është, çfarë rregullimi jena të bën na si rregullator të tregut medial? Pra s'kemi arrit me rregullu sa duhet, edhe duhet me punu na drejtim. Jo për bashkëpunim, natyrisht se institucion duhet me u hap, duhet me pas diskutime, me marr opinione, rekomandime të gjitha, po duhet me u pajtu me një pikë të gjithë na si shoqëni se duhet me gjetë një kompromis të përbashkët që me i rregullu mediat online. Kjo është temë që do të na ndjek gjatë, ka mendime të ndryshme për këtë në demokraci. Na mendojmë që mediat online janë të vetë rregulluara me institucionin e KMSHK-s që funksionon, janë për institucioneve shumë kredibil, ku ka ankesa njerëzve shumë, miratohen ankesa shumë, pala tjetër mendon që, ose dikush tjetër mendon që duhet kjo të rregullohet në një institucion tjetër dhe në mënyra tjera. Prandaj është temë që do të diskutohet edhe do të jetë pjesë e diskutimeve në të ardhmen që do të diskutohen shumë e më shumë po besoj në vitin 2026. Nëse ma lejon, të pjesave të rregullimit duhet me u sqaru një element shumë rëndësi. Tash rregullimi publik ose institucional nuk duhet mu pas si përjashtim i vetë rregullimit. Çka nënkupton kjo? Ju mund të bëni vetë rregullim në kuadër të punës juaj me kodet e mbrëmshme. Dhe ai vetë rregullimi juaj, në farë forme, pastaj rregullatori nuk ka nevojë me u marrë me të licencuar. Për arsye se parandalohet përmes vetë rregullimit juaj mbrana një shkelje eventuale ose një trajtim juaj drejt i dikujt. Mirë po, tek e fundit, si instancë, na duhet me pas një trup e cila ka mandat ekzekutiv dhe në shën vendime cilat pastaj mund të ekzekutohen. Në këtë rast, mund të funksionojë vetë rregullimi si portale, po dhe media tradicionale sot. Për shembull KPM-ja e ka rregulloren për mbrojtjen e fëmijëve dhe rregulloren për shpërndarjen e ofruesve. Aty operatorët kablor të rregulloria për shpërndarjen e kanë obligim me kriju një këshill të mbrëmshëm. Ndërsa të rregulloria për mbrojtjen e fëmijëve, të licencuarit, televizionet, radiot e kanë për obligim me bëni këshill të mbrëmshëm. Për ankesa dhe për përcaktim standarde, që i bie që përmes rregullimit të promovon vetë rregullimin e mediave. Kjo është shumë e rëndësishme sepse nuk ceket. Rregullimi nuk është detyrimisht përjashtim i vetë rregullimit. Mirë po është mekanizëm që në rast se dështon vetë rregullimi, duhet me pas qytetari një adresë ku duhet më adresu për zgjidhjen e problemit. Zotin Iman Recaj, faleminderit shumë për kohën e diskutimit për KPM-n, për raportin e fundit që ka të bëjë me monitorimin e zgjedhjeve, çka e pret KPM-n e sidomos me inteligjencën artificiale. Faleminderit shumë. Shumë nderuar, ishte kjo e tëra sa i përket përballë podcast të sotëm. Shihemi në podcast të radhës.